1000 njerëz më thonë nuk e del dot, ti e di që jo vetëm do të dalësh, po ti do fitosh. Dhe ata që thonë që ti nuk do të dalësh, do të jenë përfituesit e mëdhenj, fitores tënde. Ndryshimi i pagëzimit të Krishtit nga i Gjonit. Gjoni pagëzon me ujë. Krishti pagëzon me frymën e shenjtë. Pagëzimi i Gjonit ishte pagëzim i jashtëm, i dukshëm, gjithë mund ta shikonin. Pagëzimi i Krishtit është një pagëzim i brendshëm. Do të heq nga ju zemrën e vjetër dhe do t'ju jap një zemër të re, një natyrë të re. Të kthehesh dhe të besosh Zotit pasi ti ke grisur zemrën, jo rrobat. Zemrën, si mund ta grisim zemrën? A mund të griset zemra si një copë letër? Vetëm nëpërmjet pendimit, kthimit tek Zoti, braktisjes së rrugëve të vjetra të mëkatit, të braktisësh jetën e hipokrizisë përpara Zotit, të braktisësh jetën e maskave, të kthehesh tek Zoti dhe të jetosh me besim të plot tek Zoti dhe të nisësh një udhtim të ri. Tani për të gjithë ata që kanë varrosur jetën e vjetër, për të nisur një jetë re besimi, Krishti vjen dhe thot: Zoti do t'ju jap fuqi që pasi e keni varrosur jetën e vjetër nëpërmjet simbolikës së pagëzimit në ujë, jeni zhytur në ujë dhe uji ka mbuluar dhe jeni ngritur lart, Perëndia ju premton që nuk do t'jeni vetëm, ai do t'ju jap fuqinë e tij që ju të mund të ekzekutoni përmbushjen e jetës së re. Të jetoni si një fitimtar. Zoti ka pasur historikisht një ëndër të pa zëvendësueshme dhe të ndryshueshme. Cila është ëndra? Të derdhet në jetën e njerëzve të tij, me praninë e tij të padukshme. Vjen një moment zhgënjimi, një moment pa fuqie, një moment dorëzimi. Pse Zoti nuk më bekon, pse Zoti nuk më jep, pse Zoti nuk më shëron, pse Zoti nuk e bën këtë për mua? Zoti po ndryshon atyre zemrën, mendjen, përqasjen mbi jetën. Sepse vetëm kështu ata do të ecin së bashku në një drejtim, në unitet. Se shumë të krishterë, shërptor të Zotit, veprojnë në fuqinë e mishit të tyre, jetës së tyre intelektuale, por me një efekt të dobët, sepse janë të ndarë nga fuqia. Është fjala që shumë nga besimtarët duhet të dëgjojnë sot në mënyrë që të ecin një jetë të dorëzuar tek fuqia e Zotit. Jo për fuqinë, as për forcën, por është me anë të frymës time, thot Zoti. Që pagëzimi me ujë nuk është fundi i realitetit të krishterë, por është hapja e një kapitulli të ri për të shkuar te kapitulli tjetër, që është kapitulli i fuqisë. Kapitulli i dytë, stacioni i radhës, është pagëzimi me frymën e shenjtë. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju, pra brenda jush. Nuk do të jeni jetim, do të kthehem tek ju. Edhe pa kohë dhe bota nuk do të më shoh, por ju do të më shihni sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Kjo është epoka e frymës së shenjtë, vëllezër dhe motra. Në asnjë epokë tjetër më parë nuk është përmbushur profecia e Joelit. Vëllezër dhe motra, të gjithë ju që jeni të rilindur, Zoti sapo ka nisur punën e tij me ju. Pagëzimi me frymën e shenjtë është i domosdoshëm për jetën tuaj shpirtërore. Që jeta në besim nuk mund të jetë një jetë monotone. Nuk mund të jetë një jetë e rëndomt. Nuk mund të jetë një jetë e kapur nga zhgënjimi, depresioni, një zemër e trishtuar. Absolutisht jo. Zoti derdh në ne gëzim. Bota nuk është më gri. Ti shikon dritë dhe ti do ta ndash dritën me të gjithë. Pra nuk është fjala për eufori, por është fjala për plotësi. 1000 njerëz më thonë nuk e del dot, ti e di që jo vetëm do të dalësh, po ti do fitosh. Dhe ata që thonë që ti nuk do të dalësh, do të jenë përfituesit e mëdhenj, fitores tënde.